Mirë se vini në një tjetër rrugtim. Sot nuk jemi për xhiro kafeneve apo për të treguar sa i shkëlqen boja motorit. Sot do të nxjerrim Africa Twin për ta çuar aty ku i rrez zemra. Në pluhur, në gropa dhe në rrugë që shteti i ka harruar në hartë. Nga kalaja historike e Prezës në rrugët e harruara të Likmetaj dhe mbi një urë hekuri që mbahet në këmbë me fije floku dhe me lekët e banorëve. Lidhni kaskën dhe bëni gati veshët për zhurmën e vërtet të motorit. Le të startojmë! E nisim rrugtimin, Tirana në kulmin e vet, zhurmë, stres, njerëz që nxitojnë sikur po mbaron bota. Zbresim drejt shalvareve, zemra e qytetit. Ndërkohë Afrika ndihet pak si e burgosur këtu me semaforëve, por është e vetmja mënyrë për të mbijetuar pa u çmendur në këtë trafik. Vazhdojmë te pallati me shigjeta dhe futemi në Unazën e re. Astiri si gjithmonë, punime, syt 4, në një makinë pa sinjale të tjerë. Dhe ne nuk është se kemi teknologji që të na shpëtoj. Afrika nuk ka ABS, nuk ka traction control, është vetëm dora mbi gaz dhe instikti. Ndërkohë tani futemi te nënkalimi i Casa Italia. Para se të dalim në autostradë, na duhet pak ushqim për bishën. Ndalesa shpejt për karburant. Afrika nuk ka sensor që të thonë mund të bësh edhe 20 km me kaq benzinë sa të ka ngelur. Ajo funksionon thjesht fare me rubinet, kur mbaron e kthen në rezervë dhe fillon të lutesh të gjesh pikën tjetër të karburantit. Tani autostrada Tiranë-Durrës. Nuk e di, po kohët e fundit kjo rrugë është bërë nga më stresueset në Shqipëri, edhe pse kohët e fundit nuk është më aq e zënë sa që duket në këtë video. Gjithsesi, makina pa fund, trafik që nuk mbaron asnjëherë deri te Megateku. Dal nga dal mbërrim në Vorë. Tu marrim daljen dhe menjëherë ndryshon ajri. Pak më tej, fillojmë ngjitjen drejt Prezës. Rruga fillon kthehet majtas djathtas. Ajri ndihet më shumë dhe Afrika fillon të marrë frymë lirisht.
Jemi te kalaja e prezës edhe bëjmë pak pushim për të ftohur gomat dhe këtu nuk është se është thjesht një grumbull gurësh. Kalaja daton që nga shekulli 15, një pikë strategjike që kontrollon të gjithë fushën. Përshëndetje të gjithëve. Ndodhemi në Kalan e Prezës, që është përballë me kodrat e aeroportit në Tereza. Është rreth 20 km nga Tirana. Dhe është një nga fortesat më të rëndësishme në qarkun e Tiranës. Pjesa e përparme me kullën e orës është ajo që shohin të gjithë, por shkoni pak mbrapa. Muret aty tregojnë forcën e vërtetë. Këtu pranë është edhe shkolla e vjetër. Një ndërtesë që mban erë historik ku brezat të tërë kanë mësuar kur vendi ishte krejt ndryshe. Dhe ndërkohë, tani që mbaruam me asfaltin, bëhemi gati për pak off-road. Tani mjaft me histori, sepse fillon qefi i vërtet. Marrim rrugën pas kalas. Asfalt, duhet harrojmë. Vetëm çakull, gur, pluhur gjithandej. Më tej kalojmë në zonën e Budullës drejt Bubqit dhe Bazhes.
Në vend që të ngjitemi në malorën e Ishmit, vazhdojmë drejt për në Likmetaj. Dhe rrugës shohim ca lop dhe një kope delesh. Dhe me Bariun bëjmë një bisedë të shpejtë, thjesht për t'i marrë mendim a jemi në rrugën e duhur. Dhe ai ne e pohon me kokë, dhe kur ta thot ai, je i sigurt që nuk e humbur. Jo thirrjet pa puna, atë me dalani. Atë me dalani. Ne shumë po direkt. Quando è nekti? Po Likmeta, mira che në rregull. Rruga deri në një farë pike është me asfalt, por më pas është e masakruar, gropa që të kërcejnë dhëmbët, por pamja natyrës e kompenson. Arritëm në Likmetaj. Shikoni këtë gjë. Pamje fantastike. Por shihni bregun. Pluni i Ishmit ka bërë kërdim. E gjithë vija bregdetare është e mbuluar me plehra. Është një katastrofë që të thyen zemrën. Dhe vërtet që nuk kam stomak që të qëndroj këtu. Kthehemi mbrapsht. Po kthehemi drejt malores së Ishmit, por para se të ngjitemi, marrim Majtas.
Do ju tregoj diçka që se keni parë shpesh. Kjo është një ure vjetër hekur i rreth 50 metra e gjatë. Shikoni këto drastet e kalbura nga lagështira. Kjo ur mbahet në këmbë vetëm nga banorët e zonës me lekët e tyre. Edhe pse duket e pasigurt, këtu kalojnë për ditë makina. Ka makinë tjetër? Ka një makinë tjetër, më thotë? Unë këtu s'kam ABS, kështu që po të bllokoj rrotën mbi dras, shkoj drejt në lum. Marshi i parë, gaz konstant, syt para. Afrika dridhet, drasat kërcasin, po besimi te ky mjet është i palëkundur. Pasi kaloj murën, dalim afër autostradës së re Thuman Kashar, por nuk do të futem aty. Po qëndrojmë te rruga e vjetër derisa të mbërrim në Tiranë. Një rrugtim sa i bukur, aq edhe i dhimbshëm për atë që pam në breg. Dhe kështu mbyllet aventura e sotme. Ishte një provë mirë për mua dhe për Afrikën. Edhe pse pa ndonjë teknologji moderne, këto rrugë tregojnë që kur ke dëshirë dhe një motor të besueshëm, nuk ka pengesë që të ndalë. Faleminderit shumë që më ndoqët deri këtu. Nëse doni të shihni më shumë eksplorime të tilla raw dhe pa filtra, bëni like dhe bëni subscribe që të ndiqni videot e tjera që kam në kanal. Shihemi në xhiron tjetër dhe rrugë mbar.